Sepse në Lushe ka një dynja e tërë që merr me dy çështë e vazhdojnë të thrasin me ulërim. Unë vazhdoj të thras, vazhdoj të nis kres, jo një po dy, ministrit i the personalisht, i shkruajt, edhe ministrit financave. Kjo është një nga gjyrykët e vaporre, po sot ishin ndezur dy, të cilën e kam hedhë dhe kam filmuar sot para se të vim parlament live, që helmon qytetin e Lushnjës. E kam thënë dhe mënyrën më të keq, ndoshta kam dalë dhe nga etika, kam thënë era por dhe plevitosët. Po, i qëndroj fakte të tillë. Më vjen një përgjigje nga ministri jo, po nga atje matan poshtë, me shkres që është e nëndorit, 10 nëndorit, kur thotë e kemi njëre nga ato e kemi inspektur në vitin 2022, thotë, qa halli keti? Po bos, po na helmojnë tani. E di si është kjo, si të bashkimit e puna e qenve që tha ajo ne kemi tredhur. Por po na hantha, nuk na prajbën e gjeti. Dhe kjo puna 2022-shit. Janë dy gryka atje që funksionojnë. Mi e shpreho për dy subjekte, thua që njëri nuk ka licencë, i ka vënë 5 milion lekë dhe ka thënë ta mbyllë aktivitetin. Sot ke video shikohen gjithë hapur. Ka kush institucion, ku do t'i drejtohen Allah? Prokurorisë, po more, po ata e diti që ka komisariati i Lushnjës ka nisje, e di çfarë thot, pushim mos fillim pse se nuk kemi ne për të bërë analizat, se nuk bën dot analizat. E kuptoj se çmenduri është shko këtu po jo. Dhe gjithë qyteti Lushnjë nuk hap drejtaret. Ora ka që thjesht, ora më thoni kush nga ju pushtetarët që keni jeni tani e kanë dorëzim. S'ka mundësi ky sfidon shtetin. Apo këta, nuk jemi kundër biznesit më valla. Patjetër që jo, të punojnë, halal e bëzot dhe të fitojnë. Po jo në kurriz dhe në dënë mushkrive qytetarëve të Lushnjës, këte jo. Nuk duan me mbyllet as një biznes. Krijojnë reglat, dakot më thua ty ja grica tymi që funksionojnë në ajër. Që grica tymi janë aty? A qel bera më bu. Po të ketë filta nuk del erë. Ne pra qel bera, nuk ke problem gricat e tymit. Jo po janë drita që ndiset e bashkia Lushnjë, 10 vjet po të njëjta. Zgjidheni këtë së shtur për Lushnjë, për qytetarët e Lushnjës. Janë 4 deputet nga BSE-ja, ministri 5, Balluku 6, e ku diu me radhë 2 ministra, 2 shefa që ke 90% buxhetit shtetit, s'ke dërguar lek. Ministri Financave kanë dhe lutje tjerta ata sepse dhe koha nuk po zgjat shumë me koncesionet. Ore gjithë të koncesion buxheti me madh 9 miliard, po tregoj një foto, ky është nuk është foto nga koncert vit 36, po është koncert parazgjedhor